reforma që u përdor në vitin 2014, që solli nga 410 njësi vendore, bashki dhe komunat marras bashku, gjithsej të 61 bashki apo njësit qeverises vendore, ishte goditja më e rëndë që ajo që mund ta quajmë Shqipëria rurale mori dhe në tërësi Shqipëria, mbasi pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 45% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj, humbi të gjithë perspektiven e jetesës në komunat ku